Selam aleikum, prej që jam kthy ka krahi prindërve, e jo mo ka gruja, e një veten shumë afër Allahut. A o mirë? Wa alaikumus salam wa rahmetullah. Allahu i lartësuar porosit në Kur'an, ku thot, dhe ka urdhëruar Zoti yt, që mos adhurohet askush përveç tij, dhe të silleni mirë me prindrit. Kështu kuptohet prej ajetit. Po ashtu, Profeti sallallahu alaihi wasallam ka porosit që besimtari me u sjell mirë me prindrit e tij. Por duhet të kesh diçka parasysh. Besimtari duhet të mundohet të bashkojë midis të dyjave. Respektimit të prindërve dhe kujdesit për bashkëshorten. Sepse bashkëshortja është porosi e të madhit Zot në Kur'an. Pra Zoti i gjithësisë ka porosit, patjetër ka urdhëruar me u sjell mirë me prindrit, por ka porosit edhe me çu jetë të mirë me bashkëshorten. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam çfarë thot? Më i miri për jush është më i miri me familjen. Kështu kuptohet prej porosisë profetit alayhis salam. Prandaj unë të këshilloj që mos me i kthy shpinën bashkëshortes, por me u mundu, me u sjell me gjithë mirë, me prindrit mirë, me bashkëshorten mirë, me lutë Allahun e lartësuar që në familjen tuaj të ketë harmoni, dashuri, të ketë afrimitet, të ketë respekt. Allahu ta lehtësoftë çdo gjë. Patjetër që prindrit është urdhër prej Allahut të lartësuar, por mos harro edhe porosin tjetër, pra bashkëshorten me u sjell mirë, me çu jetë mirë me të.